Shenjat e horoskopit që bie në dashuri në takim të parë. Zakonisht, ankthi dhe skepticizmi dominojnë takimet e para. Nga ana tjetër, ka njerëz të cilët që në momentin e parë që takojnë një person, fillojnë ndërojnë dhe ndjejnë flutura. Nëse partneri apo partnerja e tyre tregon një histori të bukur, qesh me shakat e tyre ose i prek dorën, ata menjëherë do të entuziazmohen. Kjo është e zakonshme për njerëzit që i përkasin këtyre shenjave të horoskopit, të cilat idealizojnë jetën e tyre romantike. Peshorja. Nuk është e pazakontë që një peshore të bjerë në dashuri që në takim të parë. Si një shenjë ajri e sunduar nga afërdita romantike, peshorja mund të shohë të mirën te kushdo dhe gjithmonë dëshiron të jetë në një lidhje. Personat e kësaj shenje janë më të lumtur kur dikush kujdeset për ta, prandaj kanë tendencë të shijojnë mjaltin e fillimit. Nëse personi përballë afrohet me mirësi, i impresionon me vëmendje ndaj detajeve dhe duket inteligjent. Gjasat janë që do të bie në dashuri me ta me shikim të parë. Akrepi. Si një shenjë uji, akrepët kanë tendencë t'i lexojnë mirë njerëzit. Ata mund ta dallojnë që në momentet e para të takimit, nëse marrëdhënia do të funksionojë dhe pothuajse gjithmonë kanë të drejtë. Akrepët kërkojnë besnikëri, prandaj kanë tendencë të krijojnë lidhje të shpejtë shpirtërore me njerëzit. Meqense kjo shenjë ka një imagjinat të zhvilluar, është gjithashtu e lehtë për akrepët të krijojnë skenar në mendjet e tyre për të ardhmen që nga takimi i parë. Peshqit. Peshqit shijojnë artin e daljes me procesin e njohjes me dikë të ri. Ata investojnë plotësisht në çdo takim, gjë që ua bën të lehtë të bie në dashuri. Ndryshe nga shenjat e tjera, të cilat janë të lumtura të shohin se si një takim evolon me kalimin e kohës, peshqit funksionojnë krejt ndryshe. Kjo është arsyeja pse shumë njerëz të kësaj shenje nxitojnë dhe krijojnë ndjenja që në takimin e parë. Si një nga shenjat më të çuditshme të horoskopit, ata magjepsen edhe me gjërat më të vogla. Për shembull, nëse partneri apo partnerja dëgjon të njëjtën muzikë, ata apo ato do të mund ta konsiderojnë këtë si një shenjë të ecurisë pozitive të marrëdhënies. Po ashtu, ëndërrojnë përfundin ideal dhe krijojnë atë në mendjen e tyre përpara se të flasin me palën tjetër.